Edicionin informativ këtu në News 24 do t'ju njohim tani mëngjesisht me informacionet e fundit. Pavarësisht se kishte një pajisje për trajtimin e smurve me tumor në Spitalin Onkologjik në Tiranë, ajo nuk u vu asnjëherë në punë nga drejtuesit e spitalit, me qëllim orientimin e pacientëve në klinika private. Për këtë arsye, Prokuroria e Tiranës ka ngritur zyrtarisht akuza penale për drejtuesit e spitalit, pasi janë dokumentuar raste të shumta ku pacientëve jo vetëm nuk u jepet trajtimi i duhur mjekësor, por orientoheshin në klinikat private, ku kundrejt tarifave të fryra, kryeshin shërbime dhe ndërhyrje kirurgjikale, të cilat duhet të ofroheshin falas nga mjekët e Spitalit Onkologjik. Pas instalimit aparaturës kobaltoterapisë në vitin 2021, nga hetimet e prokurorisë, ka rezultuar se pajisja nuk u vu qëllimisht në punë, dhe se drejtuesit e spitalit nuk krijuan bunkerin e posaçëm antiradioaktiv. Kjo aparatur, sipas hetimeve, nuk është në shfrytëzim, por është lënë në kushte të papërshtatshme, duke u bërë burim rreziku ndaj vetë personelit mjekësor. Në përfundim të hetimeve, Prokuroria e Tiranës ka arritur në konkluzionin se shtetësi Emiliano Lela, në cilësinë e koordinatorit pranë Spitalit Onkologjik, ka ndërhyrë në mënyrë palishme në procesin e administrimit dhe orientimit pacientëve te klinikat private për të marrë kurën e trajtimit në një kohë kur sigurohej nga shteti. Sipas dosjes hetimore, ai përzgjidhte pacient nga radha e pritjes dhe i orientonte jo tek mjeku që kishin të rekomanduar sipas procedurave, por tek klinikat private duke përfituar përqindje. Po kështu edhe pandeura Alketa Pere, në cilësinë administratore pranë Spitalit Onkologjik të QSUT-s, u provua se dërgonte pacientët drejt klinikave private në tejkalim të kompetencave dhe në kundërshtim me rregullat ligjore. Hetimet kanë provuar gjithashtu se Brikena Qiriazi, në cilësinë e zëvendës drejtoreshës në QSUT, e ngarkuar me mbulimin e shërbimit onkologjik, nuk ka marrë masat e nevojshme për garantimin e funksionimit të rregullt dhe të sigurt të pajisjes së burimit kobaltit, duke bërë që pacientëve të mos u ofrojë në kohë shërbimi i nevojshëm mjekësor.